Lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Dije dhe sot jemi akoma duke festuar festën e Pentakostit. Kjo është një festë që kisha tradicionale e kanë harruar fare dhe është një gabim shumë i rëndë, sepse është ardhja e frymës së Perëndis në trupin e Krishtit, në kishë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ajo ndodhi 7 javë pas ringjalljes së Jezusit. Dhe Jezusi qëndroi 40 ditë i ringjallur, thot Bibla, dhe ju paraqit qindra njerëzve i ringjallur. Dhe më pas ai u ngrit në qiell. Ai kishte thënë më përpara, dhe ne lexojmë te Ungjilli i Gjonit 16, se unë do të shkoj, por do të vi dikush tjetër. Dhe ai do të qëndroj për jetë me ju. Shumë njerëz kanë thënë, ja mund ai që Jezusi foli. Ja mund, por në të vërtetë nuk ishte njeri. Ky që do vinte, do ishte Perëndia njësoj si Jezusi. Dhe ai do banonte me ne, ku? Për jetë. Pra ky është ajo që ne duhet kuptojmë, nëse dikush thotë që unë jam ai profeti që Jezusi foli, para Jezusi nuk tha që ishte profet. Jezusi tha do vi një person tjetër, një ngushëllues, një parakletos, dikush që shkon përpara teje, dikush që ta prin rrezikun, dikush që do banojë në ty, brenda teje, dhe do jetë mbi ty dhe rreth e qartë teje. Dhe ky është fryma i Perëndis. Dhe Jezusi dha një këshill dishepujve: qëndroni bashkë për 10 ditë dhe kërkoni premtimin e Atit. Tani shiko, aty ishin 400 veta në fillim, por në fund ne gjejmë 120. Ku shkuan të tjerë? Vetëm 120 ishin besnik. Ditën e parë mbasi janë lutur dhe kanë thënë, seri sot, ikën një 10 veta. Ditën e dytë mund keni ikur një 50. Të tretën deri e nënta mund keni ikur dhe 100 njerëz. Por ata 120 që qëndruan dhe kërkuan Zotin, fjala e Zotit thotë që ata nuk e dinin kur do vinte. Erdhi befas nga qielli. Pse erdhi në Pentakost? Sepse Pentakosti ose rëshaja është festa e të korave. Dhe është korja e shpirtrave për shpëtim. Jezusi tha, ai do ta bindë botën për gjykim, për drejtësi dhe për pendes për mëkat. Problemi i njerëzimit është mëkati dhe fryma e shenjtë na bind që ne kemi mëkatin individual. Nuk ma kanë fajin të tjerët, e kanë fajin vetë. Pse? Sepse unë mëkatoj. Dhe pastaj duke u bindur për drejtësi që përmes gjakut të Krishtit unë shpëtohem, bindem edhe për gjykim. Që në ditën e gjyqit unë nuk do humbas, por unë do kem jetën e përjetshme, nëse unë besoj se Jezusi është Zot dhe shpëtimtari i jetës time. Dhe askush, thot Bibla, nuk mund të thotë dot që Jezusi është Zoti im, veçse në frymën e shenjtë. Nëse nuk e ke frymën e shenjtë, gjithë ata që nuk e kanë frymën e shenjtë, thonë që Jezusi është thjesht një profet. Ka të tjerë që thonë që Jezusi është thjesht një çun i mirë. Po Jezusi nuk ishte kaq. Ai ishte Zoti. Ai ishte shpëtimtari. Dhe ne mund ta themi këtë. Jo se jemi ne të mirë. Jo se unë jam i mirë nga gjithë këto që vinë në kishë. Ti ke ardhur sot dhe ke vendosur dhe je më i mirë nga gjithë në Tiranë. Pse? Sepse fryma e shenjtë ta ka zbuluar që Jezusi është Zot dhe shpëtimtar. Dhe ti ke pranuar këtë dhuratë. E ne duam të themi Zotit sot, faleminderit që ti na ke dhënë këtë dhuratë. Por Bibla thotë që do diçka kur ne pranojmë këtë dhuratë. Dhe unë do lexoj nga Marku, kapitulli 16, vargu 15. Fjala e Zotit thotë: pastaj u tha atyre dishepujve, dilni në mbar botën dhe predikoni Ungjillin çdo krijesë. Ai që beson dhe është i paqësuar, do të jetë i shpëtuar, por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. Ky është gjykimi.
Nëse ti beson në Jezusin, shpëtove. Nëse nuk beson, ke dënimin mbi shpatullat e tua. Dhe këto janë shenjat që do t'i përsillen ata që do të besojnë. Në emrin tim, në emrin Jezus, ata do të dëbojnë demon. Ti do të dëbosh demon. Do të flasin në gjuhë të reja, do flasin në gjuhën e frymës shenjtë. Do kapin me dorë që aprind, dhe nuk do t'i bëjnë asnjë. Dhe nëse do pinë diçka që u shkakton vdekjen, nuk do t'ju bëj asnjë e keqe. Asnjë lloj helmi, asnjë lloj virusi nuk do ketë pushtet mbi ty nëse ti shpall emrin Jezus. Dhe do t'i vënë duart mbi të sëmurët. Pra shiko, helmi i djallit që është mëkati. Gjallëpri është simboli i djallit. Helmi i djallit që është mëkati nuk do ketë efektet që ka në jetën tënde. Pse? Sepse ti je larur me gjakun e Jezusit. Do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen. Zoti jo vetëm që do të shërojë ty, por ai dëshiron të përdori ty dhe mua që të shërojë të tjerët. Dhe sot gjatë adhurimit unë dua që ju të mendoni për Pentakostin. Ne do lutemi më pas që prezenca e Zotit të vinë. Kishim dije Pentakost dhe shumë të rinj kanë shkruar dhe kanë dëshmuar të pastorët që kanë folur në gjuhë të tjera. Dhe kjo është lavdi Perëndis. Gjithë lavdia i takon Zotit, nuk ta takon e ne, nuk duam të marrim asnjë kredit Zotit. Merita është e tij. Por sot unë doja që ta fillojmë me një shpallje, sepse fryma e shenjtë na jep autoritet që ne të shpallim fjalën e Zotit. Dhe le të hyjmë në një shpallje. Le të shpallim pas meje. Kjo është Bibla ime. Dhe unë shpall se është fjala e Zotit. Dhe është për ndërtim, për inkurajim, për shërim. Në emrin e Jezusit, unë shpall se kam autoritet. Fjala e Zotit thot që fryma e shenjtë është në mua, është mbi mua, dhe unë jam i bekuar, i shëruar, i çliruar, i aprovuar, i miratuar, i suksesshëm. Unë ec në nivele të reja dhe unë jam fitimtar në emrin e Jezus. Dhe djalli është poshtë këmbëve të mia. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Unë e besoj në zemrën time dhe shpall me gojën time. Dhe unë pres që të ndodhi. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Dhe jam i dorë profit e Zotit dhe le të qohemi dhe të shpallim kur në adhurojnë kush jam unë, le të jetë një lutje, le të kërkojnë frymën shenjtë të na zbulojë kush jemi ne në Krisht. Haleluja. Yeah.
Tieni gritur të mesut,
profeti Joel, shiu I madh I fundit të frymës, para ditës së Zotit. Ne të gjithë dimë që dita e Zotit po afrohet, po para se të vijë dita e Zotit, fjala e Zotit thotë që do ketë një shi të madh të frymës shiu. E do në ndjej prezencën e frymës që tani. Faleminderit frymës shiu që ti je këtu. Pas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap frymën tim mbi çdo mish. Nëse ti thua, o pastor, unë kam vjerë vetëm si një mish me dy sy. Fryma e Zotit do vite ty. Nëse ti mendon që po më iku jeta, është I gënjeshtër nga djalli, fryma e shenjtë do vite ty. Sepse thot mbi çdo mish. Dhe pastaj thot bi tuaj dhe bija tuaj, jo vetëm bi, jo vetëm meshkuj, por dhe bijat, dhe femrat, dhe vajzat, dhe gratë. Ne jemi dhe bija të Zotit. Kush beson në Jezusin, ai ka dhënë autoritetin që duhet fëmijë Perëndisë, ti je birë ose bije Perëndisë. Prandaj sot thuaj Zotë, Zotë, unë jam biri yt. Zotë, unë jam bija jote. Dhe fjala e Zotit thotë që mbasi fryma të vijë, do të profetizojnë. Frymë e shenjtë. Shpërndau Zot. Eja, pleqë tuaj do shojnë ëndra. Nëse ti thua jam plak o pastor, nuk je I pavlerë. Je plak, por ti mund të shohësh ëndra. Ëndra të shenjta. Të rinj tuaj do të shohin vegime. Ti mund të thuash jam I ri, s'kam eksperiencë. Po Bibla thotë që ti mund të shikosh vegime në Zotin. Në ato ditë do të përhap frymën tim. Me shërbëtorët dhe shërbëtorët e mia. Zotë, jemi shërbëtorët e tu. Përhape frymën tënde, Zotë, I kishën tonë. Le të ketë typë, le të ketë zjarë, le të dhe qaku I Jezusin binezën. Dhe do të ndodhë që kur të shoh që kushdo që do t'i drejtohet emrit të Zotit, do të shpëtoj. Faleminderit Zot. Zot, në krasim emrin I Jezus. Kërko më shumë nga Zotit sot, thuaj eja frymë e shenjtë. Më mbush plot. Ai është prezent këtu. Në veprat e apostujve ne nuk I kemi të gjitha rastet, po kemi 5 raste kur fryma e shenjtë spriti mbi dishepull. Mbi ata që ishin mbushur, që u rimbushën, po dhe mbi të tjerë që nuk ishin mbushur akoma. Prandaj sot fryma e shenjtë dëshiron të na rimbushë. Eja fryma e Manush me fuqi. Mere jetën time se nuk adoroj Ty. Ta gëzoj frymë e shenjtë sot. Nëse ti nuk flet në gjuhë spanjolle,
Du har
që kur ne kërkojmë prej Teje, Zot, fjala thot, Zot, që Ti je me bujari, Zot, pa kursim, Zot, dhe pa qortuar, Zot. Dhe falenderi, Zot, për zjarrin e zemrave tona, Zot. Falenderi për urtësinë dhe derdhën në ne, Zot. Falenderi, Zot, që nuk ka vend tjetër, Zot, ku ne mund të qëndrojmë, Zot, veçse në dashurinë tënde, Zot. Ti je vendi ynë, Zot, ku ne shkojmë, Zot. Ti je vendi ynë i sigurt, Zot. Ti je vendi ku ne shihemi, Zot. Vendi ku ne qëndrojmë, Zot, vendi ynë sekret, Zot, që ne vlerësojmë dhe ne duam të kalojmë kohë me Ty, Zot. Falenderi, Zot, që në këtë vend, Zot, ne jemi të rrethuar nga dashuria jote, Zot. Kemi nevojë për zbulesën të dashurisë tënde, Zot. Sepse nëse kemi qenë heshtje, Zot, për emrin Të, Zot, do të thotë që nuk dim akoma të duam, Zot. Por unë falenderoj, Zot, që Ti, Zot, nuk kaloj njësoj, Zot, falenderi, Zot, që Ti ta ditë, Zot, Ti na ndihmon, Zot, që ne të ndryshojmë, të bëhemi më të gjashtë me karakterin e Krishtit. Falenderi, Zot, që pavarësisht të metave, Zot, që ne kemi, ne vazhdojmë të jemi nusja e Krishtit. Falenderi, Jezus, që Ti, Zot, je duke ndërtuar, Zot, çdo gjë që ka qenë thyer, Zot. Dhe falenderi,